Shikues të nderuar, ju përshëndes, ja ku po ritakohemi edhe këtë të martë, këtu në aktualitet në ekranin në TV-s, do të vazhdojmë të flasim për përditshmërinë politike, ekonomike, për ngjarje të shumta që na rrethojnë dhe tërheqin interesin ton. Pikërisht javën e kaluar ne kishim procesin e votimit edhe të numërimit, një proces që zgjati, një proces me shumë polemika, ku prodhoi edhe rezultatin që tashmë e dim, pasi jemi edhe në përfundim pothuajse të procesit numërimit të votave në të gjitha qarqet e vendit, me një parti socialiste që fitoi një shumicë dërmuese, pothuajse shumicë kushtetuese, mund ta themi, dhe me një opozitë me jashtëzakonisht problematika. Megjithatë, për të folur për këtë situatë politike, unë kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio analistin dhe ekspertin e sigurisë Faik Basha. Faik, të përshëndes, shumë kënaqësi që të kam, se edhe si jemi takuar ka ca kohë. Përshëndetje, mirë se u gjeta dhe pranova ftesën me kënaqësi. Kënaqësia ime. Tani, meqense kemi ca kohë që të thash që nuk kemi takuar dhe kjo është për fajin tim, jo për fajin tënd, se ti ke qenë i pranishëm në media, por s'kam qenë unë. Ka ndodhur disa zhvillime me ty, pak ditë përpara zgjedhjeve, shumë pak ditë për fushatës elektorale, shumë pak ditë përpara fushatës elektorale, ti bëre një kalim nga Partia e Lirisë tek Partia Socialiste. E di që e ke sqaruar edhe në media të tjera, megjithatë për interesin e shikuesve tanë dhe kuriozitetin tim do doja që të ma thoje shkurtimisht edhe një herë si ishte situata. Shiko, unë kam bërë një sqarim mjaft të detajuar për sa i përket largimit nga forca politike, nga lëvizja socialiste apo Partia e Lirisë, sepse ne jemi mësuar duke i thënë LSI, Lëvizja Socialiste për Integrim. Aty që unë kam filluar për herë të parë karrierën politike, pasi një karrierë të gjatë në strukturat e forcave të armatosura dhe të uniformës në tërësi. Para një karrierë 5 vjeçare në atë forcë politike, sigurisht me ulje me ngritjet e saja, para kontributin tim në kauzat që ka mbrojt ajo forcë politike dhe në të gjitha kauzat e opozitës në tërësi, jam munduar të bëj detyrën time ashtu siç dita bëj unë, duke dhënë më të mirën nga vetja, ndoshta jo më të mirën që mund duhej për të ndërtuar një opozitë të fortë, por atë që unë kisha mundësi ta jepja e dhash. Në fund rezultoi që meritokracia nuk ishte ajo e cila mund të bënte të hapjen dyrët e karrierës. Mendoj që e pash që vlerësimet për njerëzit të cilët kishin kontribute, punonin, mbronin interesat opozitare nuk u vlerësuan. Unë isha parë aty duke mbrojtur të gjitha kauzat e opozitës, kam qenë në të gjitha protestat, në angazhimin publik, angazhimin elektoral. Mund të them që tani që jemi edhe pas zgjedhjeve dhe mund të flasim edhe më konkretisht, unë pa që qytetarët kishin krijuar një besim tek argumentat e mia, tek lufta ime, për ato kauzat të cilat unë i kam quajtur të drejta dhe vazhdoj të quaj të drejta. Unë kam lëvizur nga Partia e Lirisë, por nuk kam lëvizur asnjë centimetër nga gjitha ato që besoj që duhet ndryshuar dhe duhet punuar për t'i përmirësuar. Mendoj që të gjitha ato që kam thënë në drejtim të sigurisë kombëtare, në drejtim të uniformave, në drejtim të gjitha atyre kauzave të cilat unë i kam mbrojtur dhe vazhdoj të jem aty për qenë zëri i tyre dhe për qenë garanci që do vazhdoj dhe do kërkoj që të përmirësohet sa më shumë në këto drejtime. Qartë. Tani, meqense mund të themi që pothuajse procesi i numërimit votave pothuajse ka përfunduar, po themi, në qarkun e Tiranës ka përfunduar, ku ti edhe ke kontribuar, po them, gjatë fushatës elektorale dhe gjatë procesit të zgjedhjeve dhe gjatë procesit të numërimit. E nëse flasim për rezultatin dramatik të opozitës dhe të Partisë Lirisë që ishte në listat e Partisë Demokratike, mund të themi që ka marrë rreth 24.000 vota apo jo, në total, diçka e tillë. Dhe në gjithë Shqipërinë. Në të gjithë Shqipërinë, jo vetëm në qarkun e Tiranës, qartësi. Dhe, po meqense ti ke qenë pjesë në numërimin e qarkut të Tiranës. Dhe më dramatike nga këto është që vetë kreu i Partisë Lirisë, zoti Ilir Meta, nuk ka arritur që të marrë dot mandatin. Ai ka garuar në lista hapur, ka marrë diku tek rreth 8.000 vota në mos gaboj, apo jo? Nuk ka arritur dot që
të marrë mandatin dhe të futet në kuvend. Nuk e di nëse ka pasi mundësi në diskutimet që janë bërë kohët e fundit që dikush ka Partia e Lirisë të dorëhiqet, ndoshta zoti Tedi Blushi, ndoshta zonja Xhixho, në mënyrë që zoti Meta ta përftojë mandatin. Po, kemi parë një pyetje e cila është drejtuar nga gazetar zoti Blushi për të dhënë dorëheqjen dhe për të kaluar mandatit e zoti Meta, por kjo nga ana procedurës dhe nga ana e ligjit nuk funksionon, pasi mandati mjafton që të jap dorëheqjen njëri dhe vjen zoti Meta. Mandati nuk pasohet me dëshirë, pra nuk jepet ku dorëheqësi ka dëshirë ta transmetojë mandatin, por mandati shkon ligjërisht dhe nëse zoti Blushi jep dorëheqjen, mandati automatikisht i shkon Ilir Ali Mehmetit. Bëhet fjalë që mandati kalohet sipas listës. Mirë do ishte, sepse faktikisht zoti doktori meriton mandatin, ka marrë mbi 18.000 vota, kështu që sigurisht që do ishte shumë mirë dhe më efikase që zëra të tillë të jenë në parlament. Unë jam për të patur një parlament shëndosh, një parlament i cili duhet të funksionojë, të ketë vlera, të ketë opozitë të fortë. Sigurisht që opozita është mjaft e rëndësishme për një vend, për një komb, është ajo e cila trysnon qeverinë, e mban qeverinë në shina, dhe kështu që zëra të tillë patjetër që meritojnë një apo dy dorëheqje që të kesh vlera të tilla në parlament. Por zoti Meta nuk e përfiton mandatin nëse zoti Blushi i jep dorëheqje. A mund të themi që, dhe për ta mbyllur me pjesën e opozitës që është Partia e Lirisë dhe për të folur pak pastaj për konstituimin e kuvendit të ardhshëm, për prurjet e reja, për listën, krahasimin mes mazhorancës dhe opozitës të listave zgjedhore, po për ta mbyllur me Partinë e Lirisë, a mund të themi që në këtë rezultat Partisë Lirisë ka ndikuar largimet masive, po them, që kanë ndodhur muajt e fundit? Shiko, të drejta ose të padrejta, se cili e di vetë hakun, nuk po i hy haku të askujt në këtë rast, po thjesht po e konstatoj si fakt. Për sa kohë ka patur largime të rëndësishme nga kjo forcë politike, dukshme që lidershipi i asaj partie nuk i ka bërë vlerësimet në bazë të meritokracisë, por në bazë të interesave personale, dhe kur flasim për një forcë politike e cila ka qenë prej 20 vitesh në skenë politike dhe ka dhënë kontributet e saj në drejtim të politikës të këtij vendi, do të thotë që duhet të ishim bërë llogarit më mirë, duhet të ishim vlerësuar personalitetet e asaj partie më mirë. Po të marrësh dy fotografi të kësaj force politike para një viti dhe të marrësh fotografinë sot, nuk gjen asnjë nga drejtuesit e asaj force politike të cilat kanë kontribuar, qoftë me programin e partisë, qoftë me aktivitetet e partisë, qoftë me aktivitetet në qytete, me simpatizant, me aktivist, me kauza, dhe sot është bosh, dhe kjo patjetër që meriton që partia të bëjë një analizë dhe të shikojë kush janë faktet, cilët faktorë kanë ndikuar që sot është zhbrazur ajo parti dhe a është bërë mirë që është vepruar kështu, apo duhet ishte vepruar ndryshe. Mund të themi që të paktën vetëm në zonën time elektorale mund të ketë humbur, nuk po flas për qarkun e Tiranës, po flas për një zonë. Pra zonën ku ti ke ndikim, po them. Ku ke ndikim elektoral, sa ka humbur? Për Kamës dhe Paskuqan dhe Zallëhesh dhe Allbastar, nuk po flas për njohjet dhe të gjithë rrjetin që kishim ngritur për kaq vite në gjithë Tiranën, mund të ketë humbur 4.000 vota. Kështu që nuk janë pak, po kështu ka humbur dhe aktorë të tjerë të rëndësishëm, dhe ajo që është më rëndësishmja nuk është 4.000 vota, po është perceptimi i publikut që njerëz të cilët kanë kontribut, njerëz të cilët kanë aktivitet, njerëz të cilët kanë mbrojtur kauza, largohen një nga një forcë politike, dhe kjo krijon një atmosferë jo të pëlqyeshme në mbar vendin, dhe kështu vjen dhe bie edhe fryma e përgjithshme. Pra humbja nuk është e përcaktuar me një shifër konkrete, por është shumë herë më e madhe se sa një numër që mund të themi. Faji këtij mbështeten në zgjedhje një vajzë të re, mjaft simpatike, mjaft pozitive, Casey Elezi, në zonën e Kamzës, kam përshtypjen, e cila ndoshta për pak vota edhe mund ta kishte fituar mandatin e deputetes. Nga ana tjetër, duke folur për listat e Partisë Demokratike, përmendej një personazh, doktor
Ilir Alijev Mehmetin, një personazh shumë, po them, karizmatik dhe mjaft simpatik i skenës publike dhe i politikës gjithashtu, i cili nuk është sot në kuvend. Nuk e ka fituar mandatin në përballje me një tjetër personazh, me deputeten që tashmë do të jetë Jurita Tabaku. Tani, nëse do ballafaqosh listat e Partisë Socialiste dhe të opozitës të Partisë Demokratike bashkë me ato të LSI-s brenda, ku qëndron problemi që në listat e Partisë Demokratike shumë personazhe të mirë ngelen jashtë kuvendit? Shiko, po ti marrësh një nga një, sigurisht që ti analizosh, do shikosh shumë probleme dhe një organizim mjaft të dobët tek listat e opozitës në tërësi. Pse? Sepse po të shikosh ke kandidatë të cilët kanë marrë, siç ishin Ali Mehmeti dhe zonja Tabaku, kanë marrë të dy së bashku pothuajse 40.000 vota. 40.000 vota, po. Por ke mbi 15 kandidatë në pjesën fundore të listës që s'kanë marrë 4.000 vota. Pra, kemi të bëjmë me një organizim dhe një përzgjedhje mjaft të dobët, kemi të bëjmë me një spastrim të figurave publike dhe atyre qendrestarëve, që qendrestar nuk i them atij që kapet pas xhaketës shefit. Qendrestar i them atij që kapet pas xhaketës së hallave të qytetarëve. Ai quhet qendrestar, se këto i ngatrojnë gjërat. Pra, këto quhen, thonë, të mbrojmë dhe të vlerësojmë qendrestarët. Cilin qendrestar? Ai që bën elozhe shefit? Jo, qendrestar është ai që kapet pas halleve dhe problemeve të qytetarëve dhe qëndron atje. Nuk qëndron te paradhoma e shefit. As një orë, as një minutë. Çdo minutë që ti qëndron te paradhoma e shefit është humje për partinë. Ti duhet të qëndrosh në zonë. Ti ke kandidat tek madhështorët që ka marrë 100 vota. Është e dhimbshme që partia e cila pretendon që dorëzonte regjimin ka luftëtar që nuk mban dot në dorë as biçakun, po e përkthejmë kështu. Jo më të ketë shpatën apo të ketë topin dhe të luftoj në betejë. Kush e ka fajin? E kanë fajin qytetarët që nuk e votuan këto, u vodhën zgjedhjet. A mund të themi për shembull që të rinjt e partisë? A mund të themi që u vodhën zgjedhjet? Po s'mund të themi, sepse ke kandidat të cilët kanë marrë vota shumë afër me kandidatët që janë të qeverisë. Pra, kandidatë të opozitës. Po pra, kandidatë të opozitës kanë arrit maksimumin. Po të ishin njerëz të tjerë me vlera që i duan qytetarët, a do i frenonte njëri ti merrnin këto rezultate? Askush si frenon dot. Se po të doj qytetarit ta jep votën. Te kutia e votimit është e fshet dhe votën e jep për atë që ti e ndjen dhe atë që ti don ta vlerësosh. E ti kur ke fut në lista njerëz që nuk ti njeh, as lagja, as pallati, në raminacion të kishe qenë i shtruar për 45 ditë, do t'i kishe marrë më shumë se 100 vota. Jo të supozohet që ti ke dalë 45 ditë në fushat. Dhe ke marrë 100 vota, kjo nuk ka asnjë logjike që A ishte strategji e mirë nga ana e Partisë Socialiste futja e një pjesë të konsiderueshme, jo të gjithëve, të rinjve në lista të mbyllura dhe dalja e të rinjve, po them, në një fushat hapur me qytetarët. I kemi parë. Edhe nga pustimet që kanë bërë, po. Shiko, unë kam thënë edhe në media. Dhe a vlerësohet në këtë rast meritokracia në Partinë Socialiste, se kjo është pyetja drejt për drejt që duhet të bëj, po. Patjetër që vlerësohet meritokracia, sepse unë kam thënë, thash, siç e nisa edhe në një media tjetër, që për mua lista e Partisë Socialiste dhe i gjithë organizimi i fushatës së Partisë Socialiste është bërë në formë të studiuar. Çdo të thotë kjo, shkurtimisht? Shkurtimisht do të thotë kështu që nuk ka ngel kategori shoqërore pa u përfaqësuar në listat e Partisë Socialiste. Nuk ka ngel zë edhe opozitar brenda Partisë Socialiste, i cili nuk është përfshirë atje. Ju keni zotin Braçe, i cili ka qenë një zë mjaft kritik i punëve të Partisë Socialiste, i Bashkisë së Tiranës, i qeverisë në tërësi në këto vite. Edhe e keni parë, ka mbrojtur fermerët, ka mbrojtur punëtorët, ka mbrojtur ato të cilat i ka quajtur të drejta. Dhe prapë është përfshirë në lista dhe prapë socialistat e vlerësuan. Në kampin tjetër, nëse ti guxon dhe kundërshton, ti nuk gjendesh më, ajo në lista, po as në godin nuk mund të afrohesh më. Prandaj ka përfunduar kjo që Partia Socialiste ka futur brenda listës së mbyllur
njerëz të cilët kanë kontribute politike, kanë histori, kanë vlera të ndryshme, qoftë akademike, qoftë kulturore, dhe kanë patur mundësi të vogla për të përfshirë, për shembull siç është Zoti Balla që për shkak të angazhimit në diasporë nuk kishte mundësi për të bërë fushatën brenda vendit dhe u fut në listë të mbyllur. Po, si thua shumë mbrojt në këtë rast. Kryetarja e kuvendit, zonja Alisa Spiropali, e cila kishte edhe detyrat shtetërore dhe angazhim më gjerë dhe nuk mund të përqendrohesh edhe u fut listë të mbyllura. Por të fusësh ti je në opozitë dhe mos kesh asnjë detyrë tjetër, përveç se të shkosh çdo ditë, çdo minutë, çdo orë në dyert e qytetarëve dhe të shpjegosh programin dhe të shpjegosh arsyet se duhet vish në pushtet, i fut gjithë në listë mbyllur dhe nuk e gjen asnjë ditë në fushat dhe të pretendosh që të fitosh zgjedhje? Dje po flisja me ishim në një debat televiziv dhe po më tregonte nga një forcë tjetër po opozitare që nuk e gjenim thoshte fare Gazmet Bardhin në Fier. Si mund të ankohesh pastaj për një humbje dramatike kur ti nuk shkon fare, edhe pse nuk ke lidhje me komunitetin. Përtej memeve, me qira fjalët e Gazmet Bardhit, përtej memeve dhe shakave se u bën rrjet që nuk ishte vërtet ai në terren, duhet të ishte në terren, sa ishte drejtues i qarkut. Po ma thoshte i Partisë Socialiste, po ma thoshte një Duleviç që ka qenë listat e mos gaboj të Shqipëria bëhet ose të Adriatik Lapa mos gaboj. Te mundësia dhe nuk gjendej fare. Pra, të mendosh që Edi Rama ka bërë 3 mandate dhe tani na është rradha jonë që të qeverisim, është këtë gabuar. Duhet të jesh alternativ, duhet të jesh i hapur, duhet të jesh vizionar. Duhet të bëj edhe 2 pyetje të tjera, shumë shkurtimisht, do ta ndrojmë pak këtë temën, sepse kishte një ngjarje mjaft interesante dje, ku qeveria i ka paraqitur 8 rekomandime prokurorisë posaçme. Dhe gjatë takimit ku Ministri i Drejtësisë Ulsi Maja i paraqiti këto rekomandime, pati edhe një moment debati me kreun e SPAK-ut Altin Dumani. Ti si e shef këtë, po të lutem në mënyrë sintetike? Jo, sigurisht që do i bjem shumë shkurt kësaj çështje, sepse është një çështje që duhet të njihet më shumë, duhet të është në zhvillim megjithatë, si thua, momenti i debatit paraqiti interes publik, po them. Shiko, po sigurisht që paraqit interes publik, se kemi 2 institucione, kemi qeverinë e cila prodhon ligje dhe prodhon rregullore për institucionet, kemi dhe prokurorinë e cila për të vërtetë ka fituar goxha pavarësi dhe mirë bën. Dhe pritshmëria e opozitës është gjurmimi i krimit zgjedhor, po do të ta bëj, do vi aty, Do kaloj përpara se të. Dhe sigurisht që institucionet nuk mund të jenë krejtësisht të pavarur jo nga qeveria, po nga shteti. Pra, sepse ambicjet njerëzore janë të pakufishme. Nëse ne nuk i frenojmë me ligje dhe me rregullat e shtetit, atëherë sigurisht që është diçka e pakontrollueshme dhe mendoj që është e dëmshme. Ne duhet të kemi rezultate pozitive gjithëpërfshirëse me çdo lloj institucioni që vepron apo i japim jetë. Kështu që mendoj që kur të hedhim më shumë dritë mbi gjithë programin që është përgatitur për këtë institucion, atëherë edhe mund ta analizojmë edhe më qartë dhe më mirë. Qartë. Pra, është një zhvillim që është ende në vijimësi e sipër, lidhje me sigurisht që ngjall interes, por duhet presim me qartë. Megjithatë, pritshmëria e jo vetëm opozitës, po edhe kam përshtypjen e një pjesë të madhe të shoqërisë civile është, siç ta thash pak më parë, dhe i gjurmimi dhe ndjekja e krimeve elektorale, krimeve që kanë të bëjnë me manipulimin e vullnetit të zgjedhësve përpara ose në kutitë e votimit. Faji, këtij vetë disa muaj më parë ke thënë në një tjetër studio televiziv për një krim elektoral që vazhdon edhe ndodh prej 12 vitesh, si fenomen, po them. Tani, si e shef këtë, referuar pikërisht edhe pyetjes që të bëra pyetjes paraardhëse në lidhje me rekomandimet e qeverisë për SPAK-un, se SPAK-u i bie për detyrë ta bëjë këtë gjë.
Sigurisht që SPAK-u dhe prokuroria e përgjithshme, jo vetëm SPAK-u, të dyja kanë përgjegjësi për të menaxhuar dhe për kontrolluar dhe për ndjekur të gjithë procesin zgjedhor, të gjithë shkeljet që bëhen, të gjitha ato që mendohen si shitblerja të votës apo ndryshimi i vullnetit të qytetarëve. Kështu që nuk mendoj që vetëm SPAK-u është ai i cili ka përgjegjësi në këtë drejtim. Për sa i përket edhe deklaratave të mia, po sigurisht që ka patur problematika të forta në drejtim të zgjedhjeve, këto janë bërë dhe publike her pas here. Sigurisht që a mund t'i krahasojmë këto zgjedhje me ato të 2021-shit apo dhe të mëparshme, besoj që bjem dakord që nuk mund t'i krahasojmë. Mendoj që aktivizimi i shpejt dhe serioz edhe i prokurorisë përgjithshme në hetimin dhe kontrollin e gjithë rregullsive dhe parregullsive që kanë ndodhur dhe janë në hetim që ne nuk dimë se sa të thelluara janë hetimet, nga këto kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë. Për herë të parë administratën nuk e kishte në fushat elektorale, sidomos gjatë orarit zyrtar të punës, sepse askush nuk e detyron asgjë, asnjë njeri që pas përfundimit të orarit zyrtar të ndjekë aktivitetin sipas dëshirës së tij. Rëndësishme është sa i takon votës diasporës, mendojnë që ka qenë një proces korrekt? Shiko, është hera e parë që implementohet një gjë. Qytetarët të cilët jetojnë jashtë vendit kanë patur mundësi të votojnë. A ka patur gabime, a ka patur problematika, si ka shkuar. Është një proces që duhet vlerësohet nga institucionet që e kanë ndjekur procesin, por mendoj që është më mirë se sa mos votonin fare. Në zgjedhje të tjera është mundësia që të rregullohen të gjitha problemet që kanë dalë nga ky proces. Për sa kohë është votimi i parë, sigurisht që mund të ketë gjëra që nuk kanë shkuar ashtu siç duhet. Por ajo që është më e rëndësishmja është që qytetarët që jetojnë jashtë vendit, diaspora, votoi qartë, realisht pati edhe një rezultat më të thellë. Pritshmëritë ishin për Partinë Socialiste se sa votimi brenda. Ishin ndryshe nga politika në tërësi, por unë kam faktuar këtë diku 2 muaj para zgjedhjes, kur unë isha në një vizitë në Selanik dhe kam takuar qytetarë atje të cilët kishin më shumë se 20 vite që jetonin dhe e bënin qartë, e gjykonin më ftohtë se sa ne që ishin përfshirë dhe kishin një analizë më konkrete. Qartë. Dhe mendoj që është reflektuar kjo në votën e diasporës, ku mbi 63% votuan për Partinë Socialiste. Qartë. Mirë, Faik, unë të falenderoj për pranin, për bisedën së bashku dhe për opinionet që ndave me ne këtu në aktualitet, ishte kënaqësi. Mirë, ishim me analistin politik dhe ekspertin e sigurisë Faik Basha, ne do të shkëputemi dhe rikthehemi vetëm pas pak.